Përshëndetje të dashur dhe mirë se erdhët edhe në videon e radhës. Në këtë video do të shohim mësimin 14 të nivelit A1. Do të ndalemi të paktën te 3 aspekte. Përdorimi i simple present, koha e tashme e thjeshtë, kur e përdorim me përemrat he, she dhe it, ai, ajo dhe it që e përdorim me kuptimin ai, ajo për ju njerëzit. Gjithashtu do të shohim pak edhe profesionet dhe vendet e punës, jobs and places of work. Le të shohim pak të aspektin gramatikor. Nëse ju kujtohet, në video më përpara përmendëm që përdorimi i kohës së tashme të thjeshtë nuk ndryshonte tek përemrat I, you, we dhe they. Pra mënyra se si e ndërtonim në të treja format, pohore, mohore dhe pyetse, nuk ndryshonte për përemrat unë, ti, ju, ne, ata, ato. Por, përsa i përket vetës së tretë njëjës, ose he, she, it, do të shohim disa ndryshime, qoftë në formën pozitive, pyetse, dhe negative, pra pohore, mohore dhe pyetse. Cili është ndryshimi i parë? Do të shohim se të ndryshimi i parë në formën pozitive, se në përgjithësi foljeve do të shtojmë s. Tani do të shikojmë pak më vonë pasaj mënyrën se si e shtojmë s dhe disa raste ku shtojmë s, por si rregull i përgjithshëm është që foljet do të marrim s. Dhe shikoni këtu, në vend për shembull që për veten tonë e themi I work, përdorimi i foljes work, tek he, she dhe it do të bëhet works. He works, she works, it works. Pra ai punon, ajo punon dhe ai ajo punon në lidhje me ju njerëzit. Dhe folja ndihmëse do do të ndryshojë në does. Kështu që forma negative do të bëhet nga do not tek përemrat e tjerë, do të bëhet does not ose shkurtuar doesn't. He doesn't work. Ai nuk punon. Pra do t'ishte gabuar nëse ne do të thoshim he don't work. Don't do përdoret për I, you, we dhe they. Doesn't do të përdoret për he, she dhe it. Shikoni një ndryshim tjetër. Kur kemi formën negative, folja do të jetë në formën e thjeshtë ose në formën bazë të saj. Shpeshherë në anglisht e referohemi si base form. Pra do thotë që ne nuk do t'i shtojmë asnjë gjë. Ndërkohë që në formën pozitive, pohore, i vendosim s, në formën negative mbeten në formën bazë të saj. He doesn't work. Pra do t'ishte gabuar nëse ne pa dashje do thoshim he doesn't works. Në lidhje me pyetjen, përsëri e njëjta logjik. Ndërkohë që për përemrat e tjerë ne përdorim do në fillim për të ndërtuar pyetjen, do do të kthehet në does për he, she dhe it. Does he work? A punon ai? Yes, he does. No, he doesn't. Dy aspekte. Së pari, shikojmë që edhe në pyetje, folja do të jetë në formën bazë të saj. Pra nuk e merr sën. Sën do ta marri vetëm në formën pozitive. Vetëm në pohore, ku ne tregojmë diçka. Nëse mohojmë, nëse pyesim, folja do të mbetet në formën bazë. Dhe gjithashtu, një aspekt tjetër që e kemi përmendur është se e njëjta fjalë ndihmëse ose gjysmëndihmëse që do të përdoret për të ndërtuar pyetjen, ajo do të përdoret edhe në përgjigjet e shkurtra. Does he? Yes, he does. No, he doesn't. Edhe një shembull tjetër me she. Does she work? Yes, she does. No, she doesn't. Does it work? Yes, it does. No, it doesn't. Për sa i përket fjalëve pyetse, e njëjta logjikë vazhdon edhe këtu. Fjalët pyetse do të vendosen gjithmonë në fillim të pyetjes. Pastaj do të jetë ndihmësja, që në rastin tonë është does, pastaj do të jetë subjekti, që në rastin tonë është përemri, he, she ose it, dhe pastaj do të vijë folja në formën e thjeshtë, në formën bazë të saj. What does he do? Çfarë bën ai? Çfarë bën ai? Dhe sidomos në lidhje kur pyesim për punën. What does she do? What does it do? Okay. Nëse doni t'i përsërisni, kuptohet mund të ndaloni videon, t'i marrni shënim dhe mund të riktheheni pak më përpara për të parë mënyrën e shkrimit, shembujt ose mënyrën se si shqiptojmë. Le të ecim mëtej.
Flasim pak për vendosjen e s-s. Keni parasysh që disa rregulla në gjuhën angleze përsëriten. Kështu që një herë që kemi mësuar diku rregullin, mund ta kemi më të lehtë ta aplikojmë edhe në raste të tjera, edhe pse mund të aplikohet në diçka totalisht ndryshe. Tani, përse e përmenda këtë? Shtimi i s-s tek foljet për he, she, it, pra veta e tretë njëjës në kohën e tashme të thjeshtë, përdoret ose shtohet në të njëjtën logjik, me të njëjtën mënyrë se si shtohet s-ja tek shumësi. Okay? A computer, computers, ju kujtohet që te shumësi, për të bërë shumësi në gjuhën angleze, thamë që emrave, aty kemi emra dhe këtu kemi folje, dy gjëra të ndryshme, por mënyra se si shtojmë s-n është e njëjtë. Okay? Te emrat shtonim s-n në përgjithësi për të bërë shumësin, te foljet do shtojmë s-n kur flasim për he, she, it në kohën e tashme të thjeshtë. Si e shtojmë s-n? Do të kemi disa raste. Shumicës së foljeve mjafton t'i shtojmë s direkt. Si folja work, do bëhet works. He works, she works, it works. Në rast se folja përfundon me këto shkronja, ch, sh, s dhe z, në vend se të shtojmë s, që e bën pak shqiptimin të vështirë, do të shtojmë e s. Dhe e s-ja në këto raste do thuhet is. Edhe këtu në anglisht ata na thot add, es, po i lexoj sipas alfabetit, pra i për en dhe s për s-n. Pra shtojmë s ku after, bas këtyre shkronjave. Dhe kemi me rastin e foljes watch, shoh, e cila përfundon me s. Kur e bërim për he, she, it, do t'i shtojmë s. He watches. Dhe si shtam, s-n do ta themi me i z. Okay? Shu sa do ndryshonte nëse ne pa dashje themi watches ose watches. Jo, është watches. She watches, it watches. Pra sa herë që folja përfundon me këto shkronjat, në vend se të shtojmë thjesht s-n, do të shtojmë s-n dhe s-n do ta lexojmë is. Folja do të thuhet në formën, siç e themi formën bazë të saj. Tani kemi një rregull tjetër. Nëse folja përfundon me y dhe para y-s kemi një consonant, që në shqip do të ishte bashkëtingëllore. Tani mund të ndodhi disa që nuk mbaj mend as zanoret dhe bashkëtingëlloret. Një mënyrë e thjeshtë që sugjeroj studentëve që mund të kenë vështirësi edhe për këtë aspekt, ti mbaj mend është të mbaj mend zanoret, meqense zanoret janë 5 në anglisht: a, e, i, o dhe u. Kështu që çdo shkronjë tjetër i bie që të jetë bashkëtingëllore, pa që nevoja që ti mbaj mend përmendesh të gjitha. Pra, nëse kemi y në fund dhe nuk kemi një zanore para saj, pra kemi një bashkëtingëllore, do të bjerë y-ja dhe vendosim i s. Për shembull kemi study, që përfundon me y, si bëhet studies. She studies. Keni parasysh që disa nga këto ndryshime kanë të bëjnë më tepër me pjesën e shkrimit sesa me pjesën e të thënit, pronunciation. Përse e themi këtë? Sepse marrim rastin e fjalës study, përfundon me y, por ne y-n e themi me i. Kështu kur shtojmë i s, në të thënë është sigur kemi shtuar vetëm s. Study, studies. Por për sa i përket shkrimit pasaj, normale që duhet të kushtojmë më tepër vëmendje që ta dimë se si edhe si shkruhet saktë. Okay. Edhe këtu në të djathtë, shikoni pak, na tregon atë që përmenda edhe pak më parë në shqip. The spelling rules for he, she, it are the same as for the plural nouns. Pra, mënyra se si e gërmëzojmë në lidhje me shtesën që i bëjmë foljes për he, she, it janë të njëjta si emrat në shumës. Nëse na kujtohet ose rikthehemi videos ku kemi përmendur emrat në shumës, s-n e shtojmë në të njëjtën mënyrë me të njëjtat rregulla edhe atje. Okay? Tani, kemi disa folje të cilat konsiderohen të parregullta. Çfarë do thotë të parregullta? Që në anglisht i themi irregular, nuk ndjekin të njëjtën logjik, por ndryshojnë. Sa ndryshojnë? Varet. Këto që janë të parregulla, do ta duhet të mësojmë përmendesh. Mund të ndryshojë një shkronjë, ndonjëherë mund të mos ndryshojë fare, ndonjëherë mund të ndryshojë totalisht fjala. Tre më të përdorurat që kemi është have, go dhe do. I have do të bëhet në has. He has, she has, it has. Ai, ajo, ka. Do, pa më dhe njëherë që do bëhet në does,
kuptohet edhe kur përdoret si ndihmëse për pyetje negative, edhe kur përdoret si folje kryesore me kuptimin bëj. I do, unë bëj, he, she, it, does. Ai, ajo bën. Dhe go bëhet në goes. Goes. I go, unë shkoj, he, she, it, goes. Ai, ajo shkon. Le të shohim pak disa profesione. Një ndryshim të vogël që shikojmë nga gjuha shqipe tek gjuha angleze në lidhje me profesionet është se në gjuhën shqipe, në përgjithësi kur referohemi një profesioni, kemi nevojë të shtojmë ose an përpara. Çfarë duhet të them? Për shembull, ne në gjuhën shqipe nuk kemi nevojë të themi un jam një mësues, themi thjesht un jam mësues. Në anglisht është e nevojshme të themi un jam një mësues. I am a teacher. Pra do të ishte gabuar nëse do të thoshim pa dashje I'm teacher. I'm a teacher. Prandaj edhe nëse shikoni kur kemi renditur profesione të ndryshme, kemi shtuar edhe artikullin ose an nëse profesioni fillon me zanore. A teacher, një mësues. A doctor, një doktor ose doktore. Një gjë që mund të shohim këtu të ndalemi 2 sekonda, edhe pse jemi relativisht herët në nivel, do shohim se një pjesë e mirë e profesioneve përfundojnë me er ose or. Dhe në të dy rastet, si era-ja si ora-ja në fund, do të lexohen me pra a dhe r. Teacher, doctor. Jo të gjitha profesionet kuptohet. A nurse, një infermier. Unë në përgjithësi në përkthim do përdor gjinin mashkullore. Por keni parasysh që në përgjithësi profesionet në gjuhën angleze nuk kanë gjini. Pra njëjta fjalë që përdoret për mashkullin, njëjta fjalë do përdoret edhe për femër. Pra nëse ne themi a nurse, do të thotë infermier edhe infermiere. Në pak raste kur në profesion ekzistojnë të dyja format, si edhe gjinia mashkullore dhe gjinia femërore, ato do t'i përmendim. A salesperson, një shitës. A waiter, një kamarier. Për shembull, këtu nuk e kemi shënuar sepse jemi pak herët në nivel, por që te kamarieri ekziston edhe gjinia femërore, që është waitress, kamariere. Kalojmë në të djathtë. An assistant, okay. Në përgjithësi ne këtë e përkthejmë si sekretare, por fjalë për fjalë do thotë ndihmës. Okay? Dhe zakonisht kur themi assistant, në përgjithësi do përmendim edhe çfarë lloj ndihmësi. Se fjalën sekretare e kemi në anglisht fjalën sekretare që është sekretare e përgjithshëm. Kurse assistant zakonisht është një lloj ndihmësi dhe në përgjithësi do shoqërohet edhe nga çfarë lloj ndihmësi, në çfarë lloj profesioni ose në çfarë lloj kompanie. A lawyer, lawyer, avokat. A policeman, a policewoman, do kemi të dy versionet, police. Në disa raste mund të thuhet edhe police officer, okay? Këto pastaj mund të varet pak, mund të ndryshojnë pak nga një shtet që flet anglisht te një shtet tjetër. Nënta, kemi a factory worker, punonjës fabrike, dhe në fund kemi a student, një student. Edhe pse teknikisht student nuk është profesion, mënyrën se si ne e formulojmë në anglisht e trajtojmë me të njëjtën mënyrë. Okay. Të shohim pak tani places, vendet, places of work, vendet e punës. In a hospital, në një spital. In a store, në një dyqan. In a restaurant, në një restorant. Këto si shprehje mund t'i përdorim për të treguar se ku punojmë. Okay? In an office, në një zyrë. In a school, në një shkollë. In a factory, në një fabrik. At home, në shtëpi. Shikoni që në përgjithësi për vendet e tjera, përdorim in, tani kemi parasysh që më vonë do të shikojmë që në disa raste mund të përdorim edhe at, por që për ta thjeshtuar, në përgjithësi të tjerat ne përdorim in, tek shtëpia do të përdorim at home për të treguar në shtëpi. Dhe treta, on the street, në rrugë. Për shembull dikush që punon në rrugë, si për shembull mund të jetë një polic që ka të bëjë me drejtimin e automjeteve. Polic rrugor. Okay. Tani të shohim një bisedë ku kemi përdorimin e disa nga këtyre aspekteve që përmendëm, si të fjalët e reja, si të gramatika. Kemi Maria and Shelly at a Japanese restaurant. Pra Maria dhe Shelly tek një restorant japonez. Maria në fletë e para, wow, your Japanese is fantastic. Pra pak më përpara nuk e kemi të shkruar këtu sepse flet në japonisht. Kemi Shelly e cila flet në
gjuhën japoneze. Prandaj Maria, e surprizuar, I bën këtë koment, kompliment në të njëjtën kohë. Your Japanese is fantastic. Pra, japonezja jote në kuptimin gjua që ti flet japonisht është fantastike. Si përgjigjet, thanks. I get a lot of practice. Okay. Praktikohem shumë. Edhe këtu na duhet pak kujdes. Ne themi praktikohem. Okay. Në anglisht do të përdorim get a lot ose get për të treguar që tani folja get ka goxha përdorime në anglisht, që pak e nga pak do të shikojmë përdorimet e shumta. Për momentin le ta shohim në këtë, ta fiksojmë në këtë aspekt. Pra, get a lot of practice do thotë që praktikohem shumë. My husband is Japanese, ose my husband's, së e shkurtuar, Japanese, shorti im është japonez, and I work for a Japanese company here in New York. Dhe unë punoj për një kompani japoneze këtu në New York. Pra, na tregon se ku e merr për këtë praktikën, pra, si nga përshkruarti I saj që është japonez, dhe fakti që punon në një kompani japoneze në New York. Oh, cool. Tani, ky është një mbiemër që ne kryesisht e përdorim për temperaturën, por mund ta përdorim edhe me kuptimin kur flasim për njerëzit ose për situatat, me idenë që diçka e veçantë, simpatike. Nuk ka një fjalë fikse në shqip kur e përdorim për në këtë kuptim. Kur e përdorim për temperaturën, është ajo që në shqip themi freskët. What do you do? Kjo është pyetja e përgjithshme që ne bëjmë kur duam të dimë se me çfarë merret personi. Jo çfarë bën në përgjithësi, por kryesisht në çfarë merret, kuptimin çfarë profesioni ka. Ndryshe ka shqipja që ne bëjmë pyetje më të drejtë për drejtë, çfarë pune bën. Në anglisht e bëjmë pak më të përgjithshme, pra, what do you do? I'm a salesperson. Jam një shitse. Vazhdojmë poshtë. Do you like your job? A të pëlqen puna jote? Yes, I like it very much. Po, e pëlqej shumë atë. Shikoni deri tani kur Mary ose Shelley bëjnë pyetje njëra tjetrës, pyesin me do. Kurse tani, më kam bërë edhe me ngjyrë tjetër nëse rrini të dalloni në ekran, kur kalojmë që pyet për bashkëshortin e saj, pra po pyesim për një individ tjetër, të tretë, pra që në rastin tonë do të jetë një he, kalojmë nga do në does. Shikoni pak pyetjen. What does your husband do? Okay? Keni parasysh që edhe pse ne në fillim kur I mësojmë për he, she, it, termi I përgjithshëm ose I saktë do të ishte për veten e tretë njëjës. Okay? Kështu që kushdo që bie në veten e tretë njëjës, qoftë nëse ne përdorim një përemër, he, she, it ose it, ose përdorim emrin e personit, ose fjalë, për shembull your husband, është njësoj si të themi ai. Logjika është e njëjtë. Pra ne mësojmë he, she, it për ta bërë pak më të thjeshtë në fillim, por keni parasysh që aplikohet në përgjithësi në veten e tretë njëjës. Pra, kur unë të flas ty për një person të tretë, pavarësisht se si e përmend atë, e përmend si he, she, it, e përmend si emrin e personit ose me fjalë që tregojnë për personin, për shembull your husband. He is a tour guide. Ai është një guide turistik. He takes Japanese tourists to museum. Atëherë, shikoni pak fjalën take. Fjalë për fjalë, folja take ka kuptimin marr, pra fizikisht marr një objekt. Por ne mund ta përdorim edhe me disa kuptime ekstra në gjuhën angleze. Atëherë, kur themi take Japanese tourists to museum, në shqip do të ishte më e afërt fjala I çon, pra në kuptimin që I merr dhe I gjezdis, pra I çon në këto vende. Okay? Më vonë do shikojmë që përdoret edhe me idenë që marr një mjet udhëtimi, për shembull take a taxi, marr një taksi, çfarë kuptimi që hipi dhe shkoi diku. Vazhdon me pyetjet. Does he like his job? A e pëlqen ai punën e tij? Okay? Vini re tani që sa herë që bëm pyetjen, folja, që në rastin e parë ishte do dhe këtu është like, nuk ka ndryshuar, kanë vetëm në formën bazë të saj. Siç tham, folja do të ndryshojë vetëm kur ne tregojmë. Vini re këtu. He takes. Si ka marrë? Takes. Ka marrë s. Take, takes, se është forma pozitive, forma pohore. Okay? Vazhdojmë me bisedën në të djathtë. Yes, very much. Po shumë. He likes art. Përsëri, likes. Anti ti pëlqen arti, ose ai pëlqen artin. And he doesn't work in the mornings, only in the afternoons. Doesn't work, pasa. Dhe ai nuk punon në mëngjes, vetëm në masdite. Okay, këtë e tregon si një gjë pozitive, meqense një pjesë e mirë e njerëzve
e kam pas ditë të shohin në mëngjes, kështu që nëse do punoj mas ditë dhe mund të flen më gjatë në mëngjes, për ata është më mirë. Tani, kur kalon edhe pyet atë personin që ka përballë, kalojmë nga does në do. Do your children speak Japanese? Po pyet për fëmijët e saj, pra ata ato, logjika është e njëjtë. A pëlqejnë fëmijët, flasin fëmijët e tu japonisht, ose fëmijët tuaj, meqense your mund të aplikohet si për disa individ. A little, but they prefer English. Pak, por ata preferojnë anglisht. Kaq kishim edhe për këtë mësim. Ju falenderoj edhe një herë për vëmendjen dhe si gjithmonë mos harroni, nëse keni pyetje ose sugjerime, mund të komentoni. Falenderoj dhe shihemi në videon e radhës.